إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. Të gjitha lavdërimet, falënderimet, me madhurim, dashuri dhe përulli janë për Allahun Zotin e Aleminit. Atë e falenderojmë, ndihmë dhe falje vetëm prej Tij kërkojmë. Tek Allahu kërkojmë strehim dhe mbrojtje nga sherri i vetveteve tona dhe punët tona të liga. Atë që Allahu zonë në rrugën e drejtë nuk ka kush e humbet prej saj, dhe atë që Allahu e humbi dhe e lakoi nga rruga e drejtë nuk ka kush e zonë për posti, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përpos Allahut të vetëm dhe të paortak, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi i Allahut dhe i dërguar i Tij. Mbi të qoftë lëvdata e shumtë dhe shpëtimi i madh i Allahut mbi gratë e Tij të ndershme, familjarët e Tij, shokët e Tij fisnik dhe të gjithë ata që pasuan me përpikmëri sunetin e Tij deri në ditën e llogarisë. Robët e Allahut, frikësojnë Allahut të lartësuar ashtu siç ai e meriton, sepse vërtet ai i cili frikësohet Allahut dhe është i devotshëm ka shiti, Allahu e mbron atë dhe e udhëzon për tek hajri i çështjeve të fesë dhe të dynjas së Tij. Robët e Allahut, dijeni Allahu ju begatoft se taqwallah, devotshmëria nga shi Allahut, është baza dhe themeli i çdo mirësie. Ajo është qelsi i lumturisë në të dyja banesat. Thot i lartësuari: "Wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab." Ndaj furnizoni, e vërtet furnizimi më i mirë është devotshmëria, dhe vetëm prej meje friksoni o ju që posedoni intelekt. Robët e Allahut, do të flasim sot për hutben me temë marrja në llogari e vetvetes, të cilën kemi nevojë her pas here ta shpeshtojmë marrjen në llogari dhe pyetjen e vetes son. Thot Allahu i lartësuar në librin e Tij fisnik: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun." Thot Allah i lartësuar në këtë ajet që ne lexojmë sa herë në Kur'an, thot: "O ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe le të shohë çdo kush, pra çdo njeri, çdo shpirt, se s'ka punuar për nesër. Vërtet Allahu është i gjithditur për atë që ju veproni." Ky ajet madhështor në Kur'anin fisnik është një herë si një bazë e rëndësishme për marrjen në llogari të vetvetes, për qortimin e saj, e për më tepër ky ajet, thon dietarët, tregon për obligueshmërinë e marrjes në llogari të vetvetes, për qortimin dhe fajsimin e saj, për mangësitë dhe neglizhencat ka shi fesë Allahut subhanahu wa taala, si dhe për kujtimin dhe këshillimi i saj për ditën e takimit me Allahun dhe qëndrimit përpara Tij për të dhënë llogari. Kjo është e qartë në fjalën e Allahut kur thotë: "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Le të shohë çdo shpirt, çdo njeri, çdo person çka përgatitur, çka punuar për të nesërmen. Pra robi Allahut dhe robresh Allahut, Allahu e ka përafruar këtë ditë për ty dhe na ka lajmëruar se ardhja e saj është afër. Ndaj kanë thënë dietarët prej selefëve dhe halefëve: "Idha mata al-insan qad qamat qiyamatuhu." Kur vdes njeriu, i erdhi kiameti, pra ju bë kiameti i tij. E ka quajtur kiameti i vogël, vdekja. Pra nesërmja është afër dhe kiameti do të bëhet me dojmos, dhe robi do të qëndroj para Allahut subhanahu wa taala
dhe Allahu do ta marrë atë në llogari dhe do ta pyes atë se çka punuar në këtë dynja kalimtare të përkohshme për botën tjetër. Allahu lashor thot waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalini ata. Vërtet ata do të pyeten. Ka prej selefëve që e falnin natën me këtë ajet dhe i çante derisa i lagej mjekra dhe kraharorit i tij. Waqifuhum innahum mas'ulun. Ndalini ata, vërtet ata do të merren në llogari. Ndaj përcjellet nga prisi besimtarëve Omar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu se ka thënë: "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaykum wa tahayyau li yawm al-'ard 'ala Allah yawma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya." Ka thënë: merrini në llogari vetët tuaja përpara se të merreni në ju në llogari dhe peshojini punët dhe veprat tuaja përpara se të peshohen ato juve dhe përgatituni për ditën e daljes përpara Allahut, prezantimit, qëndrimit, llogaridhënies për Allahut, thotë i lartësuari, atë ditë ata çfarë do të paraqiten për gjykim e asnjë sekret nuk do të fshihet juve. Për fat të keq që robët e Allahut sa shumë e shtyjnë dhe e vonojnë ne pa e marrë në llogari vetveten, duke e lënë atë pra nefsin tonë me tekat, me emshet, dëshirat, qejfet, shtrembërimet, kusuret, mangësitë e tija, dhe të pakët, vërtet të pakët, janë ata për atyre që Allah i ka mëshiruar, që ndalen me nefsin e tyre për ta marrë atë në llogari, për ta qortuar, këshilluar dhe fajsuar për mangësitë e tij. Dhe tolerimet dhe lëshimet në fen e Allah s.w.t. pranë përmbushjen e urdhëresave dhe në ruajtjen nga ndalesat dhe me marrjen në llogari të dedës arjen gradat e etqijeve, të devotshme, të përkushtuarve ka Allahut dhe pozitat e siddiqunve, të sinqertëve me Allahun subhanahu wa ta'ala. Allah në bëf prej tyre. Ka thënë tabiini i nderuar Mejmun ibn Mihran, Allahu mëshiroft atë dhe ne, ka thënë: la yakunu al-'abdu taqiyan hatta yakuna muhasaban li nafsihi ashad min muhasabati ash-shariki li sharikihi. Që sa bukur ka thënë. Ka thënë, robi kurse si nuk mund të jetë i devotshëm dhe i përkushtuar tash i Allahut derisa ta marrë në llogari veten e tij, nefsin e tij, më ashpër se që merr në llogari ortakun e tij. I keni parë ata ortakët që kanë një investim të përbashkët dhe një ortakësi në dynja? Ai ortaku që nuk punon vjen dhe i kërkon llogari. Çdo javë, çdo muaj, çdo 3 muaj, çdo 6 muaj i kërkon llogari. Të ashpër për pasurinë e tij të dynjas. Kështu ti duhet të kërkosh llogari vetes tënde, përpara se të mbyllet libri i punëve të tua. Pra merre nefsin tënd në llogari, o robi Allahut. Fajsoje dhe qortoje ashpër atë dhe shiko tek punët dhe tek veprat dhe bëmat e tua. Nëse ke mangësi, atëherë plotësoje ato dhe përsosi. Nëse ato janë gjunahe dhe gabime, dhe ato janë të shumta tek ne, pendohu shpejt dhe kërko falje. E nëse i gjen veten tënde në adhurime dhe në bindje ka shi Allahut, atëherë lavdëroj Allahun dhe vazhdo me to deri në vdekje. Allah në bëf për tyre. Pra muhasabatu nafs, llogarimarrja e vetvetes e drejton dhe orienton robin për tek çdo hajër dhe shpëtim në këtë botën tjetër dhe e ngre atë lart, dhe kundërta lënia pasdore e marrjes së vetes në llogari, mos qortimi dhe këshillimi i saj dhe mos pengimi i saj nga dëshirat, epshet dhe tekat e çon robin në shkatëri. Allah na ruaj nga shkatërimi dhe nga humbja. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thot Allahu i lartësuar: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. E sa i përket atij që i friksohet
pozitës së Zotit të tij dhe e ndalon nefsin nga dëshirat dhe tekat e saj, vërtet që xheneti është vestrehimi i tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadithin e saktë: "El-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'ati Allah, wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu." Ka thënë, luftëtari i vërtet është ai që lufton nefsin e tij në bindjen kashfi Allahut, dhe muhaxhiri është ai që i braktis ato që Allahu ja ka ndaluar atij. Dhe Allah lartësuar thot në librin e tij fisnik: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin." E ata që përpiqen në rrugën tonë, pra në fen tonë, sigurisht që ne do t'i udhëzojmë në rrugën dhe në shtegun tonë, pra në besimin e pastër, dhe vërtet Allahu është me bamirësit dhe punëmirët. Robët e Allahut, do të pyesi dikush çfarë ndihmon robin që ta marri veten e tij në llogari, pra mos ta harroj marrjen në llogari të vetvetes dhe në përmirësimin e saj. Janë disa çështje prej tyre. Së pari, robi duhet që në vazhdimsi të përpiqet me nefsin e tij, pra quhet mujahadatu nafs. Jihadi më i madh është jihadi me nefsin, lufta me nefsin tënd, me tekat, me epshet, me dëshirat. Ai është armiku yt më i madh, o robi Allahut, nefsi yt. Ta detyrosh atë në bindjen dhe në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe për këtë do të ndihmon dituria e dobishme, dhe ta frenosh dhe ndalosh atë nga kundërshtimi, mosbindja dhe thyrja e urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Pra walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Përpiqu për fen Allahut, që Allahu të udhëzojë, të orientojë, ta bëjë dashur imanin dhe të japë një përfundim të mirë. Së dyti, lutja me përgjërim dhe insistim Allahut subhanahu wa taala që të ta udhëzojë nefsin dhe ta pastrojë zemrën, sepse siç ka ardhur në hadithin e saktë, zemrat e bijve të Ademit gjenden midis dy gishtave prej gishtave të Rahmanit. Ai rrotullon ato ashtu siç të dëshiroj. Lutet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thoshte: "Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik." O ti që rrotullon zemrat, përqendroj dhe stabilizoj zemrën time në fen tënde dhe në adhurimin tënd. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam lutej në namazin e natës, duke thënë: "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha fa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Lutej duke thënë: "O Allah, jepi nefsit tim devotshmëri dhe pastroje atë, vërtet ti je më i miri që e pastron atë, ti je mbrojtësi dhe ruajtësi i nefsit tim." Po ashtu e përkujton nefsin ta dhe vetveten, robi Allahut, se do të qëndrosh 50.000 vjet përpara Allahut ditën e llogarisë. Për të dhënë llogari nuk do të bëj dobi as nëna e as baba, as gruaja, as fëmia, as vllaznia, as ortaksia, as shokët, as pasuria. Vetëm veprat e tua do shikosh përpara. Nuk do shikosh vetë se punët që ke bërë, nga mbrapa punët që ke bërë, në të djathtë do shikosh zjarin, e në të majtë do shikosh zjarin. Atëherë, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ruajuni prej zjarit qoftë edhe me i gjysmë burr me harabe sadaka. Ja që sadaka janë që ka dobi, pra veprat e tua, ato do të gjesh ditën e llogarisë. Ma li hadha al-kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Jo besimtar do thotë ç'është ky libër, nuk ka lënë asnjë vepër të imët apo të madhe, vetëm se e ka regjistruar në të. Dhe në të gjen aty që patën punuar, edhe Zoti nuk i bën padrejësi askujt. Ndaj thoshte pejgamberi: "Faman wajada khairan falyahmadillah." Kush gjen në librin e tij të veprave mirësi, le ta falënderoj Allahun. "Wa man wajada ghayra dhalika fala yulmanna illa nafsa." E kush gjen tjetër për saj, mos ta qortoj dhe fajsoj nëse nefsin e tij.
La ilaha illallah. Pra, mos të hutohesh nga përmendja Allah subhanahu wa taala dhe përmbushja e asaj për të cilin e krijuar, pra veçimi i Allahut me adhurim. Kjo do të zbutoj ditën e llogarisë. Ajo që të ndihmon gjithashtu që ta marrësh llogari vetën dhe ta përmirësosh atë, është shoku i mirë, shoqëruesi i mirë. Suhbatul akhyar was salihin. Po për mesam shembulli i shokut mirë dhe shokut keq është sikur shitsi parfumeve dhe farktari. Shoku i mirë ose do të duroj parfum, ose do i blesh parfum dhe misk, ose do ndjesh aromën e këndshme të miskut. Farktari, pra shoku keq që bën të harosh veten tënde dhe llogarinë përpara Allahut, ose do ta djegi robën, ose do ndjesh erën e fëdhiqur të farkës. Po për mesam besimtari është pasqyra e besimtarit. Pra shoku mirë është ajo pasqyra që tregon të metat e tua. Është ai që të nxit dhe të urdhon për ndalën nga e keqja. Ai me të cilin ti garon për punët e mira, për xhenetet e larta. Sahabët e pejgamberit selam për takoheshin me një tjetër thoshin hayya bina nu'minu sa'a. E janë që të besojnë një orë, thotë, të përkujtojnë, këshilloheni, qortoheni një orë pra për hir të Allahut subhanahu wa taala. Dhe sa më shpesh ta bësh këtë me shokët e mirë, aq më të kollaj do ta kesh llogarinë ditën e hesapeve dhe të shpërblimeve. Aliu radhiyallahu anhu për cilën përgjithësi ka thënë, punoni, se sot është koha për punë dhe s'ka shpërblim. Ama nesër është koha për shpërblim dhe nuk ka më kohë për punë. Pra kjo është dynjaja e punëve e veprave, dhe jo e garimit për ngritjen e kateve të vilave dhe të gradarçelave dhe shtimin e hektarëve dhe pasurisë, jo. Të mbjellësh atë që do të korrësh nesër ditën e llogarisë. Dhe shoku mirë të bën që ti të përngjasosh me të garosh me të, dhe shokët më të mirë sigurisht janë pejgamberët. Pa ata janë shembulli ynë, ata janë mësuesit tanë, ata janë pasqyra jonë më e mirë. Lexoni jetën e pejgamberëve në Kur'an dhe në librat e sirës së pejgamberëve, lexoni librat e selefëve, sahabëve, tabiinëve, tebau tabiinëve, imamlarëve të fesë, që të marrësh mësim prej tyre se sa shpesh dhe ashpër dhe rënd ata e merrin në llogari veten. Pra nuk ishin gafila, nuk ishin të shkujdesur dhe të hutuar. Pra që të përgjasosh me ta, siç ka thënë poeti, fatashabbahu in lam takunu mithlahum, in tashabbuha bil kirami falahum. Përnjasoni me ta, nëse nuk bëni dot si ata. Vërtet që përnjasimi me fisnikët është shpëtimi. Allah na bëj prej shpëtuarve. Së fundmi orët Allahut ti tregojmë edhe të shtojmë salavatet për krijesën më fisnike, më të përzgjedhur dhe burrën e pejgamberit profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, duke zbatuar urdhrin e Allahut i cili thotë në Kur'anin fisnik, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. O që keni besuar, dërgoni me të salavate dhe selamet të shumta, dhe pejgamberi selam thotë, kush dërgon mbi mua një salavat të vetëm, Allahu nëpërmjet tij dërgon mbi të 10 të tilla. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik lahumma ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم يا رب العالمين. والله na mësoj që të marrim veten tonë në llogari. Allah na jep jetesë të lavdërueshme, na jep një përfundim të mirë dhe na shton nga zjarri dhe na shpëto ditën ku nuk të bën dobi as mia as pasuria përposa atij që kthehet tek Allahu me zemër të ruajtur. Dhe lutja e fundit është elhamdulillahi rabbil alamin.